Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khayri khalqillahi ajma'in, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahum wa iqtada bihadihim ila yawmiddin. E falenderojmë Allahun e lartësuar për mirësitë dhe begatitë e shumta dhe të panumërta me të cilat ai vazhdimisht na begaton, duke lutur që të na shtojë nga mirësitë e bereqetet e tij, dhe dërgojmë salavate dhe selame mbi të dërguarin e tij të fundit, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë në rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Ibn Taymija rahimahullah apo Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah është një dietar i madh i mirënjohur në të gjithë botën islame, po edhe më shumë në të gjithë botën, pa marrë parasysh feve të tyre. Ata që mirën dhe studiojnë ideologji të ndryshme e dinë kush është Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah. Ai është ndër të rallët të cilët e kanë marrë epitetin Sheikhul Islam apo Sheikh i Islamit, dhe në konotacionin e tij kjo do me thonë se dietarët, ata që e njohin, e dinë se e ka qenë ekspert në të gjitha lëmit e fesë Allahut, në të gjitha lëmit e Islamit. Për këtë shkak edhe i kanë thënë Sheikh i të gjithë Islamit. Aq sa ka qenë i fuqishëm në tefsir, po ashtu ka qenë hafidh dhe i fuqishëm në hadith. Aq sa ka sqaruar dhe ka qenë i fuqishëm në akide apo në besim të ehlusunetit, po aq ka sqaruar dhe ka qenë i fuqishëm në fik apo shariat apo jurisprudencë islame. Ai që dëshiron të di më shumë rreth këtij kolosi, informatat janë të gjëra, librat në gjuhën arabe janë shumë, në gjuhën angleze janë shumë, po pak më pak, në gjuhën shqipe librat janë përkthyer janë shumë, po pak më pak. Andaj ai që dëshiron të njihet me to mund të lexojë për biografinë e tij, të lexojë librat e tij, nuk do të pendohet, nuk do të humbë, po vetëm do të fitojë nga njohuritë e mëdha që i ka lënë pas vete ky det apo oqean i thellë i dijes. Atë që deshta unë tash ta potencoja të përmendim këtë mezhlis është një fjalë e madhe e tij, të cilën e ka lënë pas vetit në lidhje me çështjet e kësaj bote dhe sundimit të shteteve. Ibn Taymija rahimullah ka bërë istikra apo lexim të thellësishëm të Islamit, të argumenteve, të librave, të dietarëve, të sqarimeve kështu me radhë. Dhe pas këtij istikrai ka ardhur në përfundim se drejtësia, el adl, drejtësia është ajo që e mban një shtet, dhe padrejtësia, zullumi, e dhulm, korrupsioni është ajo që e rrëzon një shtet. Dhe ka thënë rahimahullah, Allahu do ta mbajë një shtet në të cilën ka drejtësi. Flasim relative, se drejtësia absolute vetëm Allahu. Allahu do ta mbajë një shtet i cili ka drejtësi edhe nëse është shtet i kufrit apo shtet i qafirave. Dhe Allahu do ta rënoj, shkatroj një shtet që ka zullum, padrejtësi, korrupsion, edhe nëse është shtet i muslimanëve. Pra, ky dietar i madh, ky kolos, ky alim i mirënjohur, ka ardhur një përfundim të madh në lidhje me atë se çka i mban shtetet dhe çka i shkatron shtetet, në lidhje me politikën dhe gjeopolitikën e tyre. Ajo që i mban është niveli i konsiderueshëm i drejtësisë, sepse drejtësi absolute nuk ka.
ajo e mban një shtet. Ajo që rrëzon një shtet është niveli i madh i zullumit, korrupsionit. Dhe këtu thot nuk ka dallim mes asaj a është shteti muslimanve, a shteti jo muslimanve. Nëse ka drejtësi, Allahu do ta mbajë. Nëse ka padrejtësi, Allahu do ta rënojë dhe do ta shkatrojë. Për këtë shkak, politika, gjeopolitika dhe këto gjërat që themi janë gjëra moderne apo gjëra të kohës që ndodhin, ndodhi të mëdha, luftra, dikush ngritet, dikush rënohet, duhet t'i shohim në këtë prizëm, pra, në prizmën e fesë, në prizmën e sqarimeve të krijuesit tonë. Krijuesi pra e ka sqaruar se drejtësia e mban, pa drejtësia e rënon. Dhe në këtë prizëm duhet të shikohen këto gjëra. Nëse dikush është ngritur dhe qëndron, drejtësia e konsiderueshme e ka shkaktuar këtë gjë. Nëse dikush është shkatruar dhe rënohet, padrejtësia e konsiderueshme e madhe, korrupsioni, e ka shkaktuar këtë gjë. Kjo pra ishte një botkuptim, shikim, disa syza të botkuptimit me të cilët duhet ta shikosh këtë botë dhe ndodhit që ndodhin në këtë botë. Dije se ku ka drejtësi, siguri, u ofrohet mundësi qytetarëve, ai shtet mbahet. Ku ka padrejtësi, pasiguri, jo mundësi për qytetarët, korrupsion, zullum, ai shtet bjen. Siç ka thënë Ibn Taymija, nuk ka lidhje, a është shteti i qafirave, a shteti jo muslimanve. Në këtë botë Allahu e ngrit të drejtin dhe drejtësinë dhe e nënçmon, e poshtërson zullumqarin dhe padrejtësinë dhe të korruptuarin. Kjo është pra një peshore me të cilën muslimani i sheh gjërat e kësaj bote, gjeopolitikën e kësaj bote, që pastaj të di se kah të niset, kah është kahja, kah është drejtimi, si duhet shikuar çështjet. Dhe kjo flasim për çështjet e kësaj bote, pa marrë parasysh se në besimin, akiden tonë ne e dim se Islami, sheriati, kjo është ajo që duhet për robrit, e kundërta është e keqe. Mirë po, në mungesë të këtyre gjërave, drejtësia dhe padrejtësia janë ato gjëra që qartësojnë dhe e japin përfundimin e ndonjë shteti. Dhe siç ka thënë Ibn Taymija, Allahu do ta ngrit një shtet të drejtë dhe do ta mbaj edhe nëse është i qafirave, dhe do ta shkatroj dhe do ta rrëzoj një shtet të padrejt, zullumqar, edhe nëse është i muslimanve. Për këtë shkak, besimtarët, ata që janë përgjegjës, duhet të jenë të drejtë dhe t'i ruhen zullumit. Ne folëm në nivelin shtetëror, mirë po edhe në nivelin më të ulët, në nivelin e një komuniteti më të vogël, në të cilën ti je përgjegjës. Nëse dëshiron Allahu të të mbaj, bëhu i drejtë. Nëse bëhesh zullumqar, dije se edhe ty do të vijë fundi. Për këtë shkak, ajo që kërkohet prej besimtarëve, po prej gjithë njerëzve, është drejtësia, sepse ata do t'i vjelin frytet e mira të saj, dhe gjithë njerëzit do të kujdesen prej padrejtësisë, sepse prap ata do t'i vjelin frytet e hidhura të saj. E Allahu e di më së miri, Allahu Ta'ala alem, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.